Ne ndërkohë do të kalojmë në një material të realizuar nga kolegja jonë Similiana Azizi. Ajo ka kryer një intervistë me një personalitet i cili ka qenë gjithashtu pjesë e departamentit dhe administratës Bill Clintonit. Christopher Highland ka qenë në Shqipëri para disa ditësh dhe nuk i ka shpëtuar as kamerës së programit Mesnesh. Do të ndjekim këtë intervistë ekskluzive për programin Mesnesh, i cili kanë mbështetur shqiptarët edhe shqiptarët e Kosovës gjithmonë në Shtetet e Bashkuara. Ndjekim këtë material dhe mbrim në fund programit takojmë nesër. Nesër, në orën 13:20. Një personalitet i shquar si ai ka mbajtur pozicione të rëndësishme dhe është nderuar me çmime po aq të rëndësishme si kalorës i urdhrit të Skënderbeut, urdhri i Doktor Ibrahim Rugova dhe çmimi i Paqes Gandhi. Ai ka shërbyer edhe si drejtor politik në administratën e presidentit Bill Clinton. Po flasim për Christopher Highland, i cili ekskluzivisht për emisionin Mesnesh ndan detaje nga jeta e tij, lidhjen e veçantë me shqiptarët, por edhe mendime mbi situatën aktuale të Shqipërisë. Mirëdita zoti Highland, ju falenderoj shumë për kohën tuaj. Në fillim të kësaj interviste, më lejoni t'ju pyes, a është kjo hera e parë që vini në Shqipëri apo keni qenë edhe më parë? Fillimisht faleminderit ju, është një nder për mua që të më intervistoni. Kjo nuk është hera ime e parë në Shqipëri. Kam qenë këtu edhe më parë. Cila është arsyeja që ndodheni këtu këtë herë? Konkretisht, për të suportuar dhe për të mbështetur krijimin e një shteti të pavarur, sovran Bektashi këtu në Shqipëri. Cila është lidhja juaj e veçantë me shqiptarët dhe Shqipërinë? Lidhja ime e veçantë me Shqipërinë daton që nga koha e Fanolit, i cili ishte një nga themeluesit e parë të Shqipërisë. Ai më mbajti në krah dhe më njohu kur isha poshnjë, dhe e kam njohur deri në vitet e mia të adoleshencës. Fanoli ishte një mik i madh i Antoni Athenas, i cili ishte mik i prindëve të mi. Antoni Athenas udhtonte në Europë me prindit e mi dhe Fanoli ishte shpesh në restorantin e Antoni Athenas. Kjo është origjina e lidhjes sime me Shqipërinë. Më pas, në vitet që do pasonin, kam përjetuar shumë momente të jashtëzakonshme të lidhura me shqiptarët. Së fundmi, Bill Clinton më emëroi drejtor politik për të gjitha komunitetet etnike amerikane. Kjo më mundsoi të punoja me komunitetet shqiptare dhe kosovare. Keni ndonjë histori interesante për shqiptarët? One story that I very much like about Albania is that under the communist times Më pëlqen fakti që dikur komunizmi vendoste mikrofona për të dëgjuar njerëzit. Ndërsa sot, shqiptarët flasin aq me zë të lartë, saqë mikrofonat nuk janë më të nevojshëm. And I think that represents a vibrant democracy. Si u njohët me Bektashinjt? Well, I was visiting Albania with Aziz Vardar. Përmes një vizite me Aziz Vardar, dhe ai më pyeti në rast se dëshiroja ta njihja Babamondin dhe më tregoi çfarë njeriu i madh ishte ai. And he said, "Would you like to meet Babamundi?" Dhe unë patjetër pranova. Babamondi më la përshtypje të jashtëzakonshme për mendimet e tij mbi dashurinë, tolerancën dhe përfshirjen. Më trego diçka më tepër për takimin tuaj të parë me Babamondin. Isha i impresionuar nga mënyra se si ai ishte kaq i angazhuar, si ishte kaq i hapur, si ishte kaq natyral, si nuk kishte asnjë barrierë në asnjë mënyrë. Ai më angazhoi në çdo mënyrë të mundshme. Më çoi në një tur të qendrës Bektashi dhe në katin e muzeut, ku vërtet u zbulua këmbgulësia e këtij grupi. Dhe vërtet më kujtoi ditët e mia në Teheran, kur mësova për herë të parë për Bektashin, si pjesë e atij komuniteti më të madh. Ai është një person shumë i përkushtuar në besim dhe bujar. Në çdo gjë që thot është për dashurinë, tolerancën dhe përfshirjen. Duke kaluar në një temë tjetër, çfarë mendoni për situatën aktuale politike në Shqipëri?
Albania is a dynamic country. Shqipëria është një vend dinamik. Duhet të kujtojmë se vetëm 30 vjet më parë Shqipëria ishte në sundimin e një diktature komuniste, ndoshta më të egër dhe më të izoluar në botë. Of a communist dictatorship, the most remarkably intolerant. Duke marrë parasysh këtë piknisje, Shqipëria ka bërë përparime të jashtëzakonshme. Aktualisht të gjithë partitë politike në vend ndodhen në një moment vendimtar. Janë ndërtuar shumë hotele dhe ndërtesa, që tani ka ardhur koha që këto ndërtesa të mbushen dhe vendi të fokusohet në plane më të gjëra ekonomike. Turizmi është tashmë i fuqishëm, por Shqipëria duhet të bëjë një qendër për nomadët ndërkombëtar të teknologjisë dhe tregtisë. Nëse leadershipi politik punon në këtë drejtim, Shqipëria do të ketë një të ardhme të fortë. There is still a very much alive, a vibrant democracy in this country. Si e shihni përfaqësimin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare për të ISHBA-s? Well, Albania is a small country. Shqipëria është një vend i vogël, por i bekuar me klimë të shkëlqyer, arkitekturë të bukur dhe një popullsi energjike e inteligjente. Në shumë aspekte Shqipëria arrin përtej peshës së saj reale në arenën ndërkombëtare. Për shembull, New York Times ka botuar shpesh artikuj për Shqipërinë. Kohët e fundit kishte një artikull të madh për vendimin e qeverisë shqiptare për të mbështetur krijimin e shtetit Bektashi. Ky është një tregues i leadershipit. Demonstrates their own viable and important contribution to the political strength of Albania. What are you saying? What should be differently to Çfarë mund të bëhet ndryshe për të përmirësuar imazhin e Shqipërisë në botë? The world on a global stage? Well, I alluded in part to one thing, and that is I think it is time Shqipëria duhet të investojë sa më shumë në krijimin e një industrie të teknologjisë së lartë. Unë kam qenë konsul deri i Maltës për shumë vite dhe kam parë se si ky vend i vogël tërhoqi kompani të mëdha të teknologjisë fal politikave të duhura. Shqipëria ka një klimë edhe më të mirë se Malta dhe ka male, liçene dhe një vendodhje të përkryer. Everything humanly possible. Can I ask you something? Çfarë mendoni ju për mandatin e ri të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe për planet e tij për Ballkanin? A i shihni pozitive? I am very optimistic about President Trump. Jam shumë optimist për presidentin Trump. Ai është për biznes dhe biznesi nënkupton prosperitet për të gjithë. For everybody along the economic sphere. And Një nga shpresat e mia më të mëdha është që Trump të mos lejojë që BE-ja të vazhdojë të trajtojë padrejtësisht 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. BE-ja ka pranuar vende me probleme të shumta si Gjermania Lindore, Rumania dhe Bullgaria, ndërsa ka mbajtur jashtë Ballkanin Perëndimor. You told me before that you have a strong connection with Unë dua të më tregoni ndoshta ndonjë detaj. Çfarë është ndonjë kujtim i veçantë që ju e ruani në memorie për shqiptarët? Albanians in your experience? Well, yes, I could give you, just if you indulge me, 2 or 3. One, I remember when I told... Si fëmijë u frymëzova nga historia e Skënderbeut dhe luaja si kalorës i tij. Kështu që kjo është lidhja ime e parë me këtë figurë historike shqiptare që e ruaj në kujtim. Kujtoj gjithashtu kohën kur njerëz në Manhattan u kthyen në një qendër ndihme për Kosovën. Nowadays, how do you see the position of Çfarë mendoni për Kosovën sot? Well, ever more so, Kosovo is gaining recognition in every direction. Kosova po fiton gjithnjë më shumë njohje ndërkombëtare. Mbrojtja e kushtetutës së saj është thelbësore dhe duhet të ndalohet çdo përpjekje për ta ndryshuar atë në favor të interesave të caktuara. The next step must be even more economic expansion and development. Në përfundim të kësaj interviste, kam parë që ju jeni një fan i madh i fotografisë. Na trego diçka më tepër. I love photography. E dua fotografinë. Kur isha djalë, mahnitesha kur shihja fotografi shumë të vjetra të anijeve të mëdha, sepse u rrita në një ishull të vogël dhe kishte dhjetra dhe dhjetra fotografi, ende të kornizuara që datonin nga vitet 1870, 80, 90 e tjerë. Dhe u bëra i fiksuar me fotografinë. Por e dua fotografinë, sepse është forma vetme e artit që është e përbashkët për të gjithë ne. Të gjithë jemi me njëherë artistë të mëdhenj. Në momentin që bëjmë një fotografi, bëhemi rebrand në një farë mënyre.
Van Gogh dhe kështu me radhë. Gjithashtu e kam gjetur shumë mrektuse të mbledh fotografi, kryesisht nga shekulli 20, që regjistrojnë aspiratat dhe mendimet e atij shekulli. Dhe çdo fotografi kap një moment të caktuar që mbetet i ngrirë në kohë për gjithmonë. Dhe kjo me impresionon. Jam pak edhe romantik në të njëjtën kohë. Dhe Bruce, mendimtari dhe shkrimtari i madh francez, kishte një shprehje. Njëri duhet ta kërkojë kohën e humbur. Dhe në çdo fotografi, ne kemi kapur përjetësisht një moment të humbur dhe një kohë të humbur. Faleminderit sërish zoti Hyland për këtë intervistë dhe që ndat me ne përshtypjet dhe mendimet tuaja. Ishte nder për mua të ishim së bashku. Faleminderit shumë.